Qetësia e pejgamberit gjatë stuhisë. Një ditë, pejgamberi Muhammed a.s. po udhëtonte me shokët e tij në një barkë të vogël mbi ujë. Pa pritur, një stuhi e fortë u ngrit dhe valët filluan të përplaseshin në barkë. Shokët e tij u friksuan shumë duke menduar se do të fundoseshin. Në ato moment të vështirë, pejgamberi Muhammed a.s. qëndroi i qetë dhe i sigurt. Ai u tha shokëve të tij: "Mos keni frikë, Allahu është me ne dhe ai është më i mëshirshmi." Këto fjalë i mbushën zemrat e tyre me shpresë dhe besim. Me ndihmën e Allahut, stuhia u qetësua dhe shiu pushoi. Kështu shokët e pejgamberit mësuan se besimi i fortë mund të largojë çdo frikë dhe se kur mbështetemi tek Allahu, ai nuk na lë vetëm. Ky tregim na kujton rëndësinë e qetësisë dhe besimit, sidomos kur përballemi me vështirësi të shumta në jetë. Pejgamberi a.s. është shembulli që ne duhet ta ndjekim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat. Ne kemi shembullin më të mirë pejgamberin a.s. që ne marrim shumë mësime dhe këshilla nga jeta dhe veprimtaria e të dërguarit tonë.